28 vjeçari nga Kosova kundërshton vendimin e gjykatës me burgim të përjetshëm në Gjermani. Pse u dënua ai? Një 28 vjeçar me prejardhje nga Kosova ka kërkuar rishqyrtimin e dënimit me burgim të përjetshëm që ju shqiptua në Gjermani. Ai u shpall fajtor nga gjykata rajonale e Neubrandenburgut për tentim vrasjeje ndaj ish të dashurës së tij 44 vjeçare. Sipas autoriteteve gjermane, ngjarja kishte ndodhur në janar të vitit të kaluar, kur i riu dyshohet se drejtoi qëllimisht veturën në drejtim të automjetit të ish-partnerës së tij. Gjykata konstatoi se mes tyre kishte pasur konflikte të vazhdueshme dhe se para incidentit gruaja kishte marrë mesazhe fyese dhe kërcënuese. Përveç tentimvrasjes, 28 vjeçari u shpall fajtor edhe për lëndim të rënë trupor dhe rrezikim të qëllimshëm të trafikut. Sipas ujë ngjarjes, 44 vjeçaria është ende gjallë, por ka pësuar dëmtime të rënda dhe të pakthyeshme në tru. Tashmë, rasti do shqyrtohet nga Gjykata Federale e Drejtësisë në Gjermani, pasi dënuari ka paraqitur ankesë ndaj këtij vendimi.